mendoj që është strategji e menduar, strategji edhe kjo e pa menduar. Më shumë është i deklarat për të galvanizuar bazën mbështetësve vetë që të ketë protest dhe pjesëmarrjen në protest në datën 10. Nuk besoj se do ketë ndonjë akt të tillë që do ngujojnë, do rrinë, do bllokojnë sheshet për një kohë të gjatë, do mund të pamundsojnë qarkullimin e njerëzve, qarkullimin e mjeteve, edhe të pamundsojnë pastaj qeverisjen e vendit. Jo, nuk është e mundur të ndodhë. Është më shumë, shiko, opozita shqiptare, në fakt politika shqiptare, dallohet prej për deklarata hiperbolike. Një nga tiparet kryesorë të diskurit politik në Shqipëri është hiperbolizmi i politikanëve tonë. Pra, arritjet më të mëdha, rezultate më të mëdha, protesta më e madhe, revolucioni më i madh. Po këtë është gjuhë e zakonshme e përdorur në vite, aq më tepër nga Partia Demokratike e Shqipërisë, e cila ka edhe më të theksuar këtë lloj gjuhë hiperbolike. Kështu që është marrë nga kësaj gjëje, nuk besoj që do ketë në gjë të jashtëzakonshme. Edhe protesti tjerat. Do tentojnë ata të bëjnë diçka, por nuk jo në gjë domethënëse. Thjesht do vazhdoj kalbëzimi i kësaj gjendje. Opozita nuk ka strategji tjetër, nuk mund të ketë në fakt, po problemi është që a e ndjek dot këtë lloj strategjie. Protestat janë një gjë normale, janë një gjë edhe e drejtë. Ai më tepër të kushtet sikur sa thotë ju atë korrupsionit të thellë. Çështja është që opozita nuk ka potencialin të organizojë protesta të mëdha popullore që të mund të plotësojë qeverinë. Pra nuk është problemi pse bën protesta. Problemi është që pse është në këtë gjendje që nuk i galvanizon dot njerëzit dhe nuk mundet të ecë me justifikimin që nuk vinë njerëzit se s'duan njerëzit, se njerëzit janë kështu edhe janë ashtu edhe janë ashtu. Pra, se ka një tendencë brenda opozitës shqiptare që thotë që njerëzit janë problemi, nuk jemi ne. Fakt kjo është një tendencë e vjetër edhe kjo. Më kujtohet herët kur ishim të ri bashkë me ju që punonim si gazetar që nga vitet e hershme 90 që ankoj PS-ja apo ankoj dhe PD-ja, secila palë me radhë, që nuk vinë njerëzit se njerëzit nuk duan, se njerëzit nuk janë në gjendje të caktuar morale, nuk kanë moralin apo në gjendjen e duar. Jo, nuk është problemi njerëzve. Njerëzit e duan të mirën, e duan të drejtën dhe nuk e duan pa drejtë dhe janë gati të dalin në protestë kundër pa drejtës. Problemi është që nuk mund të dalin ku të rrugë dhe nuk mund të dalin kur nuk besojnë që kjo gjë të sjellë situatë më të mirë, kur nuk besojnë që njerëzit që po na ftojnë që na drejtojnë do ta përdorin të protestën tonë për një gjë më të mirë. Pra ky është problemi dhe opozita shqiptare këtë krizë ka realisht nuk ka kapacitetin, potencialin për të galvanizuar pakanësinë e njerëzve, e cila është e madhe. Si do shkojë gjendja, do vi duke u kalbëzuar edhe më shumë. Unë mendoj që për fat të keq, domethënë, për fat shumë të keq. Rama do vi duke u dobësuar, opozita do vi duke qëndruar në vend, edhe ky mandat shumë do shkojë të rriqe e mos e put kur thoshte një politikan i rëndomit i Partisë Punës së Shqipërisë, pra domethënë një gjendje e vagullt, një tërheqje zvarr e Shqipërisë, e shqiptarëve, e sigurisht sistemit politik shqiptar. Pra nuk shoh në një gjë të jashtëzakonshme, është mbijetesë dyja palëve, asgjë më shumë. Varet nga interesi që ke, Luli, nëse ti ke interes të ruash pozicionin që ke, e të lufton për këtë pozicion që ke, atëherë në këtë moment opozita është komode. Nëse opozita ka interes të rrëzojë qeverinë dhe të marrë pushtetin, ajo nuk është komode. Ka gjasa që opozita të jetë kënaqur në pozicionin që ka, pra të rri në këtë gjendje për të mos e marrë pushtetin. Duket si paradoks që një opozitë nuk kërkon të marrë pushtetin. Nuk ka opozitë nuk kërkon të marrë pushtetin. Edhe kjo kërkon të marrë pushtetin, por kërkon të marrë pushtetin në gjendje statike. Në gjendje statike nuk e merr dot. Dhe ajo ka vetdijen e mjaftueshme për të kuptuar që në gjendje statike nuk e merr dot. Atëherë thotë më mirë për gjendje statike edhe po ruaj kontrollin e partisë. Kaq është e gjitha. Dhe po vazhdoj në këtë gjendje. Pra, e them me fjalë të tjera, pa teorizuar shumë po. Teorikisht, politikja ka të bëjë me kërkimin e vazhdueshëm të pushtetit, në betejën për të kërkuar pushtetin. Nëse nuk e kërkon pushtetin, pra nuk lufton për të ardhur në pushtetin, atëherë ti je në mizerien personale. Këtë thot Carl Schmitt, një nga teoricianët më të mëdhenj politik të gjysmës së parë dhe dytë, që ka qenë ka përcyllën e mes shekullit kaluar. Pra, edhe mendoj që Partia Demokratike në opozitë ka ngecur në këtë lloj kurthi, në këtë lloj çarku që nuk lufton për të ardhur në pushtet. Sepse që të luftosh për të ardhur në pushtet do duhet bësh disa gjëra. Do duhet që të shohësh cilat janë grupet e tua normale që mund të të votojnë. Kush mund të jenë? Mund të jenë ish përsekutuarit, pronarët, studentët, ku diun, kategori caktuara sociale, ndoshta edhe punëtorët, ndoshta edhe fshatarët, ndoshta edhe ti do sillesh në mënyrë të tillë që të gjithë këto grupe të vinë te ty, të shohin tek ty dikë që bart shpresën dhe shqetësimin e tyre. Ajo nuk e bën. Pse nuk e bën? Është pa aftë?
nuk është se i mungon vetdia për të kuptuar të gjë, po nuk ka kapacitet ta bëjë sepse kërkon që të rrijë në gjendje që është, pra kërkon të rrijë nën kontrollin e këtij mekanizmi që është ende në krye të saj. Kështu që nuk e kërkon pushtetin, edhe nuk është në politikë, shkuptat vetë. Kjo nuk është politike, kjo është jo politike. Pra nuk është kjo politikja. Edhe kriza shqiptare kjo është. Në fakt, kriza reale shqiptare është që Partia Socialiste dhe ajo nuk është në politikë. Pse nuk është ajo në politikë? Sepse ajo nuk lufton që të prodhoj mendim, qeverisje, kapacitet intelektual, mental, politik që të rregullojë qeverisjen e vendit, por përpiqet të mbijetojë dhe ajo. Pra ajo duke përdorur gjithë konfigurimin nuk i humb dot zgjedhjet. Sepse nuk i fiton dot opozita. Dhe opozita nuk i fiton dot zgjedhjet sepse nuk i humb dot qeveria, jemi në këtë lloj humbelle. Kjo në fakt është depolitizim. Pra të dyja palët nuk janë politikë. Ka diçka që ndodh që duhet analizuar në fakt, domethënë që si është e mundur që ky korrupsion kaq i lartë, ky degenerim kaq i lartë, kjo shkelje me këmbë institucione, ky poshtrim institucione që bën ai me gjykatën kështuese, që nuk merr dot i vendim ajo, domethënë për turbin e vet, për turbin e shqiptar, por edhe për turbin e qeverisë, sepse të gjithë dinë që është qeveria pas këtij ingranazhi gjykatës kështuese, nuk ka mundësi të jetë thjesht gjykata në parasinë e vet. Pra gjithë ky poshtrim që i bëhet sistemit politik, sistemit gjyqësor, sistemit kushtetues shqiptar, si ka mundësi që nuk prodhon humbje të popularitetit të madh të qeverisë. Edhe problemi është ky që ajo e prodhon humbjen e madh të popularitetit, por e prodhon përballë prokurorisë së gjykatës, pra SPAK-u dhe gjykata e krimit të korrupsionit. Është shumë më e morale se përballë qeverisë. Shqiptarët mendojnë që ajo ka drejt moralisht. Edhe në këtë kuptim luftën Rama versus SPAK, Rama versus GKKO, në popularitet Rama humb. Por kjo për Ramën nuk ka ndonjë rëndësi le të humb, sepse GKK-ja dhe SPAK-u nuk janë garusit në zgjedhje. Pra nuk do kenë emër në fletën e votimit. Ata që kanë emër në fletën e votimit, Partia Demokratike e Opozitës, gjithashtu nuk fiton dot në këtë gjendje, për shkak të pafuqisë së vet për të ndryshuar. Kështu që në këto kushte, Rama humbet popularitet ndaj një entiteti jo politik si SPAK-u dhe GKK-ja, por nuk humbet popularitet ndaj PD-s, ndaj opozitës. Kështu që gjithë kjo gjendje e rëndë përkthehet në poliqyshmëri të popullit shqiptar ndaj veprimit të SPAK-ut dhe GKK-s, por nuk përkthehet në poliqyshmëri, nuk përkthehet në poliqyshmëri ndaj opozitës. E këtu kemi mbetur, pra jemi në këtë situatë. Nuk është se dua që në këto ditë kaq të tmerrshme për politikën shqiptare, ku zullumi është shumë i rëndë, të them që opozita tani është halli shqiptar. Halli real është qeverisja e tmerrshme, më thënë të drejtën. Por opozita nuk ndihmon që të zgjidhet kjo krizë. Mund të jemi edhe penguese, patjetër edhe penguese, por nuk është ajo shkaku tani, sa edhe kjo retorika që s'kemi opozitë, nuk është e shëndetshme. Domethënë, duhet fokusuar shqetësimi i njerëzve te kjo gjë, sepse nuk është një qeveri që thjesht është e korruptuar, se kaq nuk është problem. Problemi është patjetër, por nuk është problem kuptimin e gjerë të fjalës. Nuk është problemi që kjo është një qeveri që kryeministri ka tonë autokratike, edhe kjo nuk është ndonjë gjë e madhe. Kryeministri ka shpartalluar çdo lloj koncepti mbi të drejtën dhe mbi ligjin dhe mbi ndarjen e pushtetit, funksionimin e pushteteve. Ka zhbërë çdo lloj mundësie. A doja dalë ajo është punë tjetër, po ai vetë kështu funksionon. Pra ai i ka dhënë vetes drejtë që gjykojë çfarë bën gjykata, gjykojë çfarë bën prokuroria, ndërkohë që kundra është e vërtetë. Gjykata dhe prokuroria ka drejtë gjykojë çfarë bën ky. Pra ai po mbron diçka komplet pambrojtshme. Po mbron një zëvendës kryeministri dhe një ministre përballë kërkesat prokurorisë dhe gjykatës që i heqet imuniteti. Shikoj, ky është akt shumë i rëndë. Minimumi e duhet ta shqyrtoj. Edhe thoj, të paktën thoj që nuk bie dakord në vendimin e gjykatës për të hequr imunitetin. Por ai bën gjëra shumë diabolike, pengon gjykatën kushtetuese. Unë jam i bindja pengon qeveria gjykatën kushtetuese. Nuk ka mundësi gjykata kushtetuese të mos marrë vendim. Nuk është puna që unë dan 3-3, 4-4, 2-2. Gjyqtarët parasinë vet kanë një mendim dhe kanë një përgjegjësi institucionale, po të jenë të pavarur, thonë që kjo gjë duhet zgjedhur. Nuk ka raste në botë, gjykatët shprehen shumë shpejt. Nuk do të marr shembull nga bota apo kudo, edhe në Turqi, edhe në Kosovë, nuk po them në SBA, apo në Francë, apo në Gjermani. Mund të rri gjykata 4 muaj, 3 muaj, 2 muaj pa marrë një vendim për një çështje kaq delikate.
Aq më tepër vendimi që morin në dhjetor, vendimi turp për të pezulluar pezullimin e ministrës. Pse të pezullohet? Ministra duhet ishte pezulluar, gjykata le ta shqyrtojë. Pse e dërgoi në detyrë? Çfarë u prishtej shqiptar nga qenia e saj jashtë detyrës? Nëse po hyn në këto diskutime, po duhet të them që edhe retorika e përdorur rëndom në të gjithë diskurin publik shqiptar që nuk kemi opozitë, kjo është faji i vendit, faji nuk është shumë e shëndetshme. Ka vërtetësi brenda kjo, nuk diskutohet. Vjen edhe nga dëshpërimi në herë. Pra opozita sigurisht që opozita nuk po e luan rolin e saj si një faktor që duhet ndihmoni të zgjidhje. Or duhet të jetë zgjidhja në fund fare. Përdesa qeveria është problemi, përdesa qeveria është e keqja. Atë ti duhet të jesh zgjidhja dhe kjo nuk po është zgjidhja. Duke mos qenë zgjidhja, sigurisht që kthehet ajo në problem. I bie dakord. Por gjithsesi ka nevojë që shoqëria, shqetësimi jon të fokusohet, të adresohet drejt asaj që bën qeveria dhe të gjen një mënyrë, nuk po them që të shkohet për kraj celebration, po drejtues opozitës, të protestohet fuqimisht edhe pa opozitë, më të nuk u di, unë gjendet një mënyrë, por njerëzit duhet ta shprehin vullnetin kundër kësaj qeverie. Njerëzit mund të jenë të revoltuar së brendshme dhe rrinë në qetësinë e tyre dhe nuk e shprehin revoltën në publik dhe në shesh, për arsye të shkatërrimit të plot të institucionet protestës në vite. Protestat në Shqipëri gjatë gjithë këtyre viteve, hiq protestat e vitit 1991, atë këtu në protestë vogël, dhe ndoshta edhe ajo revolta e 93 ishte revolt gati e verbër për qëllime jo aq shumë politike, le ta themi, më shumë se sa për qëllime ekonomike, por gjithsesi të justifikueshme, po e verbër si revolt. Nuk ka pasur dhe protestat kanë qenë uzurpuar nga partitë. Protestat në thelb nuk janë ideuar, nuk janë, po themi, dizajnuar për të qenë institucione partive. Protestat nuk mund të jenë partie. Partia ka mjete të tjera për të bërë politikë, për të kushtuar, ka parlamentin, ka mjete politike. Protestat janë të njerëzve, të studentëve, të punëtorëve, të minatorëve me radhë. Dhe duke qenë se këto janë uzurpuar nga partitë, janë përdorur gjithmonë për interesat partive në gjithë këto vite, njerëzit kanë marrë një lloj neveri, një lloj bezdije nga protestat. Një lloj bezdije nga protestat. Kjo është një gjë, thamun, shumë e rëndësishme. Gjëja tjetër është edhe mungesa një, po themi, duhet ta themi këtë gjë, por ne dy mund ta themi, politikanët nuk duhet ta thonë, që edhe mungesa një ndërgjegje politike të qytetarëve të vendit. Njerëzit nuk mundet të protestojnë thjesht vetëm kur s'ka bukë në furrë apo kur ti merren lekët nga xhepi jot. Policy, qyteti, sistemi jon politik funksionon me njerëz që kanë vetdije politike, nëse nuk e kanë, nuk ka si të kemi reagim, nuk ka si të jemi ne pjesëmarrës në jetën politike të vendit. Ne marrim pjesë në politikën e vendit në dy mënyra. Ose dalim dhe kundërshtojmë qeverisën, ose e lavdërojmë, nuk ka rëndësi, po marrim pjesë duke dalë publikisht me opinionet tona, duke shprehur edhe në shesh, edhe duke votuar skemi me të tjera. Intelektualët do shkruajnë për gazeta, në për televizione, në për libra, po populli kështu me pjesë politike. Populli duhet marrë pjesë politike në mënyrë aktive, por që të marrë pjesë duhet të ketë ndërgjegje politike. Ne nuk e kemi, për fat keq, nuk e kemi. Edhe ç'a ndodh edhe kjo gjëja tjetër që ky komunikimi i sotëm i shumëfishuar në mënyrë eksponenciale me anë të rrjeteve sociale e ka trollosur edhe më keq miletin. Sepse shërben si një mjet për ta dobësuar kapacitetin e shoqërisë për të menduar, me miliona informacione që dalin për ditë. Sa rrena, gjysmë vërteta, të vërteta, lloj video, stër video, imazhe, stër imazhe e bëjnë kapacitetin e secilit njeri gjithmonë më të dobët për të kuptuar politikisht se çfarë po ndodh, ose edhe për të formsuar atij një ndërgjegje politike. Pra njerëzit janë, shikoj, sot njerëzit janë qenë që nuk kanë shumë durim, nuk kanë shumë nerva, nuk përqendrohen dot në gjëra, për shkak të kësaj mënyre të komunikimit. Duke qenë kështu, shumë e vështirë që këta të mund të koordinohen, të formsojnë ndërgjegje dhe dalin protestë. Pra është dhe kjo arsyeja. Kjo nuk është vetëm jona, është e gjithë botës. Në një farë mënyrë. Por ne kemi atë tjetrën kryesore që protesta është shkallëruar si një institucion social dhe politik në Shqipëri sepse është uzurpuar nga partitë, është përdorur nga partitë, kur përdoret nga partia, njerëzit nuk mund të mendojnë që partia mbron interesin tim, se partia është parti, është politike. Sistemi jon politik është dypartijak, dhe është dypartijak që nga nisja, që nga viti 1991-92. Edhe është dypartijak jo thjesht dhe vetëm për shkak të nisjes, por për shkak të mënyrës si ka ecur rrugës. Pra, këtu janë bërë ligje zgjedhore, janë bërë dhe ligje të tjera për financimin e partive, për mediat, është korruptuar biznesi edhe media, në mënyrë të tillë që shoqëria
sistemi mbetet dypartijak. Sistemi vetëm që ka mbetur dypartijak, që nuk ka si vend në Europë. Nuk ka vend në Europë sistemi dypartijak si ne. Hiq Britaninë e Madhe që ka natyrë tjetër për shkak të ligjit zgjedhor majoritar me një raund që ka. Ne nuk kemi ligj majoritar me një raund që kemi. Pra, ligji zgjedhor është i tillë që ne duhet të kemi sistem shumë partijak, siç e ka Kosova, Maqedonia, Kroacia, Italia, Austria, Greqia, çdo vend tjetër. Ne kemi dy partijak dhe vetë jo që kemi dy partijak sistemin, por ne kemi në krye të dy partive të njëjtit njerëz që nga nisja. Nuk ka si vend, shiko. Në Rumani për shembull, je vetëm që nuk ekziston më, ku diun, Joni Iliescu apo Pedro Roman. Po kanë ikur ja 10 tjerë mbrapa në dyja grupimet, apo në Bullgari, apo në Poloni, apo në Hungari, kudo. Austria ka ndërruar 7-8 kryeministra në 10 vitet e fundit, 7-8 kryetarë opozite, Italia gjithashtu, Anglia, kudo. Ne kemi të njëjtit lider. Pra dy parti të pashkullshme që ikën njëra vjen tjetra, por edhe dy lider. Për i kohë Rama ka ardhur në 98. Nuk kryet pse s'ka ardhur në 2005, po 2025, 21 vite, nuk ka njëri me koka i gjatë 21 vite kryetar partie. Se ka dhe një shpjegim tjetër që pse rri gjatë në pushtet. I shumë i mirë, të du njerëzit, do partia, mund të rish gjatë pushtet, që se i shumë i mirë, por në një vend demokratik, që se rri gjatë në pushtet në Norvegji, që se rri shumë gjatë në pushtet në Kanada, ose shumë gjatë në pushtet në Angli, patjetër që një lider i mirë, sepse ato kanë sisteme që liderin e keq heqin shpejt. Tani ne nuk kemi Angli as Norvegji, ne jemi vend që qeverisë shumë keq. Atëherë pse rri gjatë pushteti? Të rri gjatë pushteti, një vend shumë keq, do thotë që je shumë i keq. Gjatë pushtetit kush rri? Rri Paul Biya në Kamerun, rri Museveni në Uganda, rrin të Mobutu Sese Seko në Zambia, pra këta rrin gjatë pushtet. Atëherë këta shëmbëllej me lider tipik afrikan. Në këto kushte, sistemi është i mbyllur dhe njerëzit pësojnë një lloj gërditje ndaj sistemit, edhe një lloj lodhje, përpiqen të gjejnë valvula shkarkimi, ku diun, jo emigracioni, gjëra të tjera, e me radhë, pra është një lloj kompleks, një lloj kompleksiteti. Arsyeja e përgjithshme pse ne nuk dalim protestë në mënyrë masive kundër këtij zullumit madh qeverisë. Në kushte normale do duhet ishte gjë shumë normale, e lavdërueshme, e pranueshme. Pra del dikush nga Kryeqësia e Partisë Demokratike, njëri që ka qenë deputet, që është dënuar, siç thot vetë Partia Demokratike, për politikë dhe politikisht për hakmarrje personale nga eksponent qeverisë dhe nga qeveria e Partisë Socialiste, i cili mendon që Partia Demokratike duhet ndryshojë, në këtë gjendje nuk fiton dot zgjedhjet. Parimisht kjo është një gjë shumë e mirë, edhe unë mendoj që çdo kush që ka një ide politike dhe i drejtohet antarësisë, thotë që unë mendoj që kjo ide është më mirë se ideja ekzistuese që dominon partinë. Është gjë shumë mirë, shikoj, demokracia është e varur nga ai që kundërshton. Roger Scruton e thotë që demokracia është tek një njeri tek që kundërshton. Ai është demokracia, ai tek që kundërshton. Nuk është demokracia ata që janë pro. Pra, nëse ti nuk e lejon edhe një tek të kundërshtoj, ka vdekur, është e kot. Pra, parimisht Saljani është e duhura. Edhe sikur të jetë e gabuar ideja politike e Saljanit. Ajo është e duhura, si mënyrë, si qasje, si sjellje. Pra, Partia Demokratike duhet të dali, ka nevojë dramatike të dali nga stigmatizimi, nga korracimi, mbyllja, bunkerizimi dhe mospranimi asnjë gjë që godet, po themi, dogmën zyrtare. Nëse do jemi këtu, atëherë çfarë dallimi kemi ne nga një parti, po themi, fashiste, totalitare, komuniste, leniniste? Nuk kemi ndaj dallim të madh. Pra unë po edhe sikur Saljani të ketë idenë e gabuar politike, pra sikur Partia Demokratike të mos jetë mirë me atë ide që thot ai. Përpjekja e tij për të thënë që kjo ide ekzistuese duhet ndryshuar, është e shkëlqyer. Pra, sepse dëshmon që tenton të fusi një, po themi, element që ta bëj partinë të mendojë, ta bëj partinë të reflektojë. Kjo është thelbi i demokracisë tash. Në këtë kuptim e simpatizoj shumë atë që bën jo Saljani, kushdo që do ta bënte, nuk është puna e Saljanit. Ai ka meritën që po e bën, po dëshmon, po themi këmbgulje se nuk është kollaj, po dëshmon kuraje se nuk është kollaj, sepse ne kemi një ambient në politik shumë të kontaminuar. Ktu nuk thu dot diçka kundër shumë gjëra sepse fillon një luftë totale deri me gjëra personale, jo baba, jo nëna, jo familja, jo vllai, jo motra, jo groja. Domethënë këtu të hydhen nëpër krevatet dhe nuk dolëm dot nga kjo lloj kulture, për 30 vite nuk dolëm dot. Jemi ende aty, nga kjo pikpamje Shqipëria nuk ka ndryshuar fare. Si jemi si 91, 89, 90 ku diun. Pra, në këtë kuptim do doja shumë që Partia Demokratike edhe po të mos e miratonte idenë politike e Saljanit, ta pëlqente, ta përkrahte si iniciativë politike të Ivan Saljani. Pra është gjë shumë e mirë. Hajde të debatojmë. Po shumë le të shkoj të takoj.
Edhe nëse njerëzit mendojnë që ai është më në rregull, le të shkojmë tek ajo ide. Nëse mendojnë që është më në rregull ideja e Sali Berishës, le të marrim idenë e Sali Berishës, nuk është çështja këtu. Partia Demokratike nuk është në gjendje të pranojë që mund të diskutohet diçka përtej dogmës zyrtare, kjo është shumë keq. Nuk më pëlqen mënyra se si Agroni përpiqet ta shohë politikën, do, pse mund të jetë e lavdërueshme në kuptimin etik, është e papranueshme në kuptimin praktik të fjalës. Politika në fundit është përpjekja e njerëzve për të rregulluar gjërat e qytetit. Edhe unë mendoj që gjërat e qytetit nuk rregullohen ashtu. Gjërat e qytetit rregullohen duke parë drejt për drejt si mund të ndihmojnë sot për sot, nesër për nesër. Jo duke thënë që unë do bëj këtë gjë sepse na fat gjatë do bëhet gjë tjetër. Shikoj, Shqipëria, nëse bien dakord, Agroni vetë thotë, jemi në një regjim. Nëse jemi në një regjim, ne do të përpiqem të mlidhemi bashkë, gjithë kush janë kundër një regjimi, të rrezojmë regjimin. Pastaj, a është më mirë ideja për të djallën e Agronit, apo është ideja e Salianit, apo ideja e Berisë, apo ideja e ku diun, e dikujt tjetër? Kur të zgjedhë do ta debatojmë. Nuk po themi të hyjmë në një koalicion zgjedhor për bashkët me lista për bashkëta. Jemi këtu, të krijohet një front opozitar, sepse gjendja në vend nuk është e mirë. Edhe unë prapë duhet të them që edhe Partia Demokratike dhe çdo parti tjetër nuk duhet të shohë njerëzit si qenë perfekte, se nuk janë qenë perfekte njerëzit. Jo, njerëzit janë qenë dopta. Duhet të shqetësohen për të mirën, duhet të tentojnë dhe të kërkojnë të mirën. Ky është synimi kaq. Perfekt është vetëm Zoti. Pra në këtë kuptim nuk më duket qasje politike e drejtë, nuk duket fare qasje politike bile. Nuk duket qasje jo politike ajo Agronit. Edhe e tjerëve. Pra Arlind Qori mund të ketë diçka të tillën të drejtë, sepse ai pretendon që ne jemi një sistem politik të dominuar nga kapitali, nga borgjezia dhe çdo lloj gjëje tjetër, por tek sa nuk ka sens të diskutohet, që unë jam kundër sistemit politik. Pra ai nuk merret me edhe promosh ide komplet e papranueshme. Ka treguar ajo qasje si e bëri botën, por ai ashtu mendon edhe shoqëria do ketë dhe atë lloj, po themi korrenti, atë lloj rrymë do ta ketë. Inshallah s'bëhet kur shumicë, kjo është çështja.